Tani si kujtoni ju dhe si dhe ne nuk do të lëmë shqiptarët kujtojnë se kjo punë u krye, se doli Altin Dumani. Nuk është puna se doli Altin Dumani, që ka të gjithë respektin dhe solidaritetin tim dhe ton për punën që bën, por edhe për sulmet kafshërore që ka marrë familjarisht e kërcënimet e të gjitha bashkë me, jo të gjitha atje, po me një pjesë prokurorë është atje. Altin Dumani ka qenë aty. Prokurorë nuk e di sa vjet ka, dhe virtytet s'besoj se i erdhën nga reforma. I ka pas, se njerëzit o i kanë ose i kanë. Pse nuk thiri Altin Dumani në i politikan gjitha ato vite që ishte prokuror, të triste, të shajde këtu jetë. Pse nuk e jetoj? Pse nuk dori në i gjukatës që thoshte, bjerë më tu Altin se të ta gjykoj unë? Zero. Jo thirur, jo tuar, po as thirur. Sepse nuk është çështja e Altinit, apo e X-it, apo Y-it, është çështja e shpatës. Nuk kishte shpatë në dorë Altini. Shpatën në dorë e kishte pushteti politik. Atë shpatën. E kam thënë masirni atë, mos mandani atë zonjën e drejtësisë, se më myll e keni këtu, që kërkojnë që. Atë shpatën që ka në dorë zonja e drejtësisë, që është statuja simbol historikisht e drejtësisë, e mbante në dorë pushteti politik që nga 1912. Zogu mreti e kishte shpatën e drejtësisë dhe thoshte e merte gjykatësin të shma kabi qikte. Ky po më lu bishtin, mere fute që në burg. Pastaj nuk diskutohet në kohën e diktaturës komuniste, dilshin ministrat armiq edhe ishin prokurorët e gjykatësit që mershin urdhrin edhe e kishin ata shpatën në qafë këtu. Pastaj i fundit i burgosur politik për turpin e botës në Shqipëri ishte mbasi shqiptarët votun Liri Demokraci, Fatos Nano. Pse? Se shpatën e kishte Bufi Knetës. Dhe atere shumicës i duke i sigurisht e oqean Këneta.